Mund të duket e pabesueshme se si kryetari një gjykate mund të dhunojë kolegët e tij me veprimet që kryen duke shfrytzuar kompetenca, të cilat si ka përdorur kurrë. Në datën 10 mars, pritej që Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë të jepte një vendim në lidhje me një ankimim të bërë nga shtetasi Bajram Nela, i cili kërkonte ndryshimin e vendimit të unifikuar të vitit 2011, dhënë nga Kolegji i Bashkuar. Por çfarë ndodhi? Në një njoftim të ardhur nga Gjykata e Lartë në mbrëmjen e datës 9 mars, u njoftua se Sokol Sadushi, kryetari i Gjykatës së Lartë, kishte dhënë një vendim të ndërmjetëm në lidhje me një çështje që shqyrtohej të nesërmen, 10 mars, nga Kolegji Penal. Pra, kishte ndërhyrë në momentet e fundit te një vendimarrje që duhet të jepte Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, vetë kryetari i gjykatës. Ndërkohë që Gjykata e Lartë ka në shqyrtim mbi 20.000 dosje, kryetari merr disa letra nga njerëzit e stafit, del me një vendim të ndërmjetëm, duke bllokuar Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë për të dhënë vendimin të nesërmen, 10 mars, në orën 9:30. Nuk u la as 24 orë kohë, por u ndërpreu procesin. Është unike në llojin e vet se si një kryetar gjykate mund të dhunojë Kolegjin Penal të institucionit që ai drejton. Tani, Sokol Sadushi kërkon që të ndryshojë vendimin e Kolegjit të Bashkuar duke përdorur tezat se numri i të paraburgosurve është i lartë, kur faktet zyrtare flasin të kundërtën. Në fakt, në burgjet shqiptare, sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2025 është numri më i ulët i të paraburgosurve në dekadën e fundit, rreth 2744 të paraburgosur. Nga statistikat që keq përdonen, jepet një përqindje më e lartë, duke u abuzuar, duke thënë se janë rreth 55%. Në fakt, kjo është një gënjeshtër, sepse krahasimi i përqindjes bëhet me numrin total të dënuarve dhe deklarohet se numri total i të paraburgosurve është 55% dhe numri i të dënuarve në vitin 2025 është shifrat 1730. Por si qëndron e vërteta, ka një lojë me shifrat që fillon tek institucionet e lidhura me gatimin e një çorbe të prishur që ka qëllime krejtësisht të tjera. Te shifra 55% që jepet për të paraburgosurit, kur numri është 2744, më i ulët në 10 vite, nuk mblidhet numri prej 800 të dënuarve që kanë fituar nga amnistia, të dënuar të tjerë në shifrën rreth 500 persona që janë në mjekim të detiruar. Po të mbledhim shifrat, përqindja del shumë e ulët, është afërsisht në nivelet e vendeve të rajonit apo BE-s. Këto të fundit quajnë të dënuar edhe persona që kanë marrë një vendim dënimi në shkallën e parë, edhe psi për ta pritet apeli. Në Shqipëri, kjo praktik nuk njihet dhe prandaj edhe përqindja e të paraburgosurve del më e lartë, por numri faktik është më i ulëti në 10 vitet e fundit. Në vitin 2025 nuk kemi 55%, por shumë herë më pak të paraburgosur nga totali i personave që mbahen në burg, sesa shifra që jepet zyrtarisht nga propaganda, nga politika dhe nga grupet e interesit që lobojnë dhe veprojnë pranë Sokol Sadushit. Kemi të bëjmë në një grup të strukturuar, i cili fillon që nga mashtrimi i shifrave me përqindjen e lartë, kur në fakt, në numrat e vërtet, nga të dhënat publike nga drejtoria e burgjeve, numri faktik është më i ulëti në 10 vjet. Një grup i strukturuar që fillon me një iniciativë të Sokol Sadushit që dhunon Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë, të cilit nuk i dha as 24 orë kohë të shqyrtonte vendimin, dhe më pas shkonte propaganda, te manipulimi i opinionit publik, te gënjeshtra të pandalshme, me një qëllim të vetëm, nxjerrja nga burgu i vetmit zyrtar të nivelit të lartë që është në paraburgim, i cili e ka emrin Erjon Veliaj. Shifrat flasin vetë, veprimet tashmë janë zbuluar, qëllimi është i qartë. Përfundimin do të presim ta shohim për të kuptuar se deri ku do të shkojë Sokol Sadushi, te veprimet e tij, te mbështetja që i bëhet me propagandë për t'i dhënë kurajo që të vazhdojë dhe të thellojë më tej skandalin që në finale kërkonte të çonte në lirimin e Erjon Veliajt nga qelitë e Durrësit.